Tonë, shikojmë që kampionatin shqiptar të futbollit, sepse ka pasur zhvillime, thamë java, rezultatet janë këto. Bylis Elbasani 3-2, Tirana Vllaznia 1-1, Flamurtari Teuta 2-2, Dinamo Vora 2-1, Egnatia dhe Partizani 2-1. Klasifikimi javës së 17, skuadrat janë si poshtë. Vendi i parë Egnatia 34 pikë, vendi i dytë Elbasani 32 pikë, Dinamo në vendin e tretë 29 pikë, Vllaznia në vendin e katërt 27 pikë, Teuta në vendin e pestë me 25 pikë, Partizani në vendin e gjashtë me 23 pikë, Bylis në vendin e shtatë 18 pikë, Vora 16 pikë në vendin e 8, Flamurtari 14 pikë në vendin e 9 dhe Tirana në vendin e 10 me 9 pikë. Në fakt një skandal i vërtet u shfaq në Vlorë, kur diçka e papranueshme, tifozët hyrën në fush, u kapën me lojtarët, pamjet janë edhe fotot janë nga stadiumi i Vlorës, diçka e paprecedent, s'ka lidhje fare me futbollin, duhet distancohemi nga dhuna Zhupa. Normale, do më thënë, nuk i lejohet, paktën Flamurtarit nuk i lejohet në këtë lloj situate, sepse erdhi mas kaq vjetësh, do më thënë, nga kategoria e parë, u ngjit Super League. Duhet jenë më të kujdesshëm, sidomos tifozët e Flamurtarit, sa mund të ketë edhe penalitete për sa i përket stadiumit Flamurtarit, kurse pjesa e organizimit ndeshjes pasaj është diçka tjetër, me stadium ka dhe ligje për sportarët cilët futen brenda konturit të fushës. Ka ligje? Ligj penal që nuk lejohet. Tani, sa atje nuk ka kangjëlla, zotëri. Atje nuk ka kangjëlla. Është bërë me ligj. Ore nuk ka kangjëlla, tani nuk ka kangjëlla. Investimi i presidentit i zotit Idrisi ka qenë model për sa i përket ambientit ku duhet të zhvillohet ndeshja. Pra, një stadium i mirë kuruar. Dhe madje kam ndjekur me shumë vëmendje kur tha që edhe kur flasim një zhargon, unë kam me qendër zëri që të dëgjohet muzikë. Dhe kam bërë këtu, pra nuk ka nevojë për hekra. Këtu është ligji që kur futesh në fush, dënohesh. Sa do zbatohet? Si do dënohet? Absolutisht. Ka penalitete. Ka penalitete. Tu nuk është faji ekipit. A jemi ne gati si shoqëri që Andi ta kemi zbatove ligjin po më je gati. Po ashtu e ke dhe në stadium që në Era Albania ashtu e ke me xhameke. Një kërcim, bën dorën në fush. Po jo më sa ashtu. Ashtu e ke. Kjo është kjo. Andi. Kjo është. Po çfarë themi tani, do më thënë, ata tifozët nuk din ku të shprehin revoltën për momentin e keq që po kalon skuadra. I kuptoj se janë shumë zjarë dhe që kemi grupime ultra. Futën fushti dhe të zihesh me lojtarët? Jo, ta marroj dhe në fund. I kuptoj nervozizmin që ka arsyetoj veprimin e tyre. Kjo ishte logjika. Po që janë nervoz është normale, se skuadra po kalon një moment shumë keq, ata janë një grup ultras shumë zjarrt. Dhe kanë përjetimet ndryshme të tyre, dhe më thënë. Jo si që mund të ketë një spektator që është në tribun, që është më i thjeshtë. Por që duhet ketë masa dhe të ketë forcat shtuara policore apo security në atë pjesë të zonës ultras, kjo është e padiskutueshme, sepse pam shumë mirë që ato sekondat që këta bën invazion fush, ju deshën pjesës të security apo të policisë, të rendit që të shkonte nga njëri kraj fushës në tjetrin që ta të mbrinte atje. Do më thënë, e humbën pak, du të ishin pak të përgatitur. Këto zonat janë zonat minume ku qëndrojnë ultrasit. Unë kam bredhur shumë stadiume në për Europë dhe zonat e ultrasve ka një mbikëqyrje të veçantë. E kuptoj, të frim. Do kod një gjendë të natë. Të vjen keq Altin, sepse ti the që bërë një krahasim me dikur hynin se gëzoheshin për Flamurtarin. Sepse kalon të treturën në Europë. Nësa sot hynë prej halli, por që nuk lejohet, absolutisht, sepse natyrisht futbolli ka rregulluar. Por akte dhe dhunës kanë qenë dhe do të mbeten. E rëndësishme është të vendosim rregulla. Mos të shkojmë taj moment. Pra mos i kryejmë kushte që tifozët të arrijnë aty. Kjo është e pafalshme, domethënë, nuk mundet tani ç'a do të do fillojmë futbollin e heshtave, shkon në Vlorë, të sulen tifozë. Atëherë, po ku shkën Durrës? Ti sulen këta Durrës, sepse kështu është kjo muhabete. Po si është kjo muhabete tani? Ja më këtë vështrimi shikojnë ndeshje me Besën që ndodhi sërish të njëjta situatë. Për sa i përket masave, nuk e ka fajin stadiumi, arkitektura, struktura e stadiumit. Pse e ka me xhama pa xham, edhe me ekra nuk rrihet 2026-ën. Por a ka pas mjaftueshëm forca sekuritie? A paguhen ato për të sjellë një numër të caktuar, sepse në djenin time. Ata vajten, forcat e security dhe policisë vajten me prapë. Po ti mos shko këte nga tribuna. Ti e këtë pa kontrolluar, pra nga pjesa e tifozëve. Dhe tribuna nuk ty në kollaj. Se nuk ty njëri këtë tribuna. Sepse dhe pozicion e shpërgar. Më mbrapa vajten atje. Kupton?
Nuk e di. Kur ndodh në Superlig, çfarë mund të thuash pastaj sepse po vjet javë për javë, fenomeni i dhunës në kategorinë e 2 apo kategorinë e 3 apo edhe në Superlig, pse merr masat? Po jo, nuk është muhabet kjo në 2025, çfarë ndeshje me forcë do fitosh. Hajde tani, bëni grusht edhe rrihuni aty, edhe pastaj presim njerëzit në stadiume. Si të shkojnë, domethënë, kur tjerët marrin ligjin në duart e tyre. Kemi reagimet e Teutës, Teuta kërkon të informoj publikun për dhunën që ndodhin në stadiumin e Flamurtarit, ku Muço Boçi dhe Mario Beshiraj u goditën me grusht nga lojtarët e Flamurtarit dhe më pas nga tifozët që mësyn në fushën në minutën e 69 takimit. Nga ana tjetër, i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi tjetër. Një episodi tillë tronditi lojtarët të cilët kaluan në shok psikologjik, por çuditërisht delegati i ndeshjes Armando Mandro kërkoi që loja të vazhdonte dhe i kërkoi policisë të boshatiste tribunën përballë. Andi. Po, të më thënë, s'ka shumë koment për mendimin tim. Normalisht që invazionin fushit tifozëve ndikon në aspektin psikologjik tek ekipi kundërshtar. Për më tepër personalisht nuk kam parë që t'jenë goditur lojtarët, por ndërsa bën deklaratë Teuta, do thotë që bazohet në deklaratat e lojtarëve tyre. Po, Teuta ka kërkuar që të merren masa dhe nga Federata. Dhe normalisht u pa një lloj reagimi në Do merren masa nuk diskutohet. U pa një lloj reagimi negativ tek skuadra e Teutës. Stadiumin disa ndeshje. U pa një reagim negativ tek skuadra e Teutës në sensin që ishin prekur psikologjikisht sepse psuan 2 gola mbasi loja rivazhdoi. Edhe pak me fat barazuan sekondat e fundit, po. Absurdi është që ky ka vazhduar lojën, ëh? Po si duket edhe ky deleguari ka pas hallin e vet, ka qenë dhe ky impresion sepse të futen fush tifozët, të ndodhin gjithë këto, lojtari nuk është më të goditet, çdo lojtar nuk është më në gjendje që të përballojë dhe të vazhdojë ndeshjen në aq minuta sa. Dhe kjo solli me fjalë në gjendje psikologjike që ato janë, si pastaj barazimi, por nuk ka vlerë kjo pjesë. Ajo është pastaj mendoj që merren të dyja opinionet e të dyja skuadrave për vazhdimin, bëhet nga delegati i ndeshjes. Dhe ajo që është më kryesorja, aty rrezikohet dhe jeta e futbollistëve. Kështu që vendimi nuk, mbase rregullorja e ka për nxjerrjet e tifozëve të jashtë si u veprua. Po. Kurse pjesa pasaj e gjykimit Komisionit Disiplinës dhe Komisionit Apelit merren pamjet filmike, aty ka pas dhe VAR, mendoj unë. Këto përgoditjen, nuk e di, domethënë Albiti. Po për gjitha më janë filmuar aty me radhë. Stadiumi në pjant. Kurse VAR nuk do shkoj përgoditjen ai. Në VAR. Futjes në fushë të tifozave, aty pas problemi. O Zhuba, këtu duhet ndryshojë dhe politika e klubeve. Klubi duhet t'ia bëj ditur atyre, o zotërin, nëse ti prish ndeshjen, nëse ti prish një investim 1 milion euro, ti të shkosh brenda. Atëherë ç'a bëhet? Ku janë departamentet e medjes, sepse majnë 100 veta, atje nuk marrin 2 gazetar me 2 video me dri që të thonë ky që prishi fushën u kap, ky që godet në çdo ndeshje, në çdo fushë futbolli dënohet. Klubet nuk ndihen. Nëse policia e Vlorës ka bërë diçka, ka ndaluar një person atje. Ku është klubi Flamurtarit? A e ka nxjerr? A e ka publikuar në gjithë Shqipërinë që nesër pas nesër, jo vetëm në Vlorë, po në Durrës dhe në çdo vend tjetër, njerëzit marrin masa. Këtu ka një heshtje. Ke ligji më kush është futboll. Ore, duhet të shkoni të arrestoni njerëzit, ata që janë fut fushma. E ka ligji. O zotëri, vetë klubi, unë nuk e di, unë nuk kam televizor. Unë futem stadium nesër dhe pagoj 3.000 lekë atje dhe iki prish ndeshjen prap. Klubi pagon 1 milion. Klubi duhet i bëj. Ka para 3 vite. Kush e ka? Para 3 vite ka ndaluar. O zotëri, kush eliminohet tani? Kush merr njerëzit që futen fushë? O zotëri, kush ti, policia, kush dënohet, kush për ndeshjen gjithë me radhë? Klubi organizator, klubi Flamurtarit. Po çfarë më thoni ti mo? Atëherë klubi bën propagandë e klubit. Nëse këto masa vjen policia, ti shkon brenda, e reklamon gjatë gjithë ndeshjes, e bë para ndeshjes, por nuk vë muzikë mua, lloj. E ke parasysh, çdo klub mund ta bëj këtë. Është shoqata që është aty, Flamurtari. Para ndeshjes, ti del me një megafon, ti del me video dhe i paralajmëron tifozët. Masa parandaluese është kryesore, mendoj unë Çelmeta. Unë doqja një ndeshje në Rogozhin, Egnatën dhe Partizanin. Dhe përgëzoj Nikolën, moderatorin, sepse ishte pjesë e stafit të gazetarisë, por
mënyra e organizimit asaj ndeshje ishin marrë masat me detaje. Absolut. Të gazetarëve, të tifozërisë, me masat e siguritisë, me pjesën e policisë, mas kujndave do të thoja sepse ato qëndrojnë pas pjesës e siguritisë. Dhe ndeshja shkojnë pa incidente.